notat, nuk mbaj mend as titullin. O, qetësohuni. Koka ime, më duket se po më shpërthen koka. Duhet një mjek, po shkoj ta lajmëroj tani. Profesor Mitsuki, çfarë keni kështu? Ju lutem, duroni pak, profesor. Mjeku do të vi pas pak, duroni, ju lutem. Mundohu të qetësoheni, ju lutem. Mirëmëngjes, u zgjuat më në fund. Si ndjeheni tani? E po më mirë, më duket se jam shumë mirë tani, sidoqoftë faleminderit që më ndihmuat. Më bëhet shumë qefi. E vërteta është se e kisha shkruar atë muzikë për dikë që e kam shumë për zemër. Doni të thoni se e keni shkruar për një vajzë? Po, ashtu është. Jo, nuk ka mundësi. Taroja pas ka një të dashur. Të them të drejtën, nuk është as pak një njeri, Çfarë është? nuk është grua, është një siren. Mos tha gjë siren? Dgjoj këtu, para disa kohësh, unë kam vizituar disa vende të Azisë. E pash teksa notonte në Oqeanin Indian. Ju keni parë një siren në Oqeanin Indian? Pa besueshme, por e vërtet, askur si beson më sirenat. Miqtë e mi filluan të më tallnin, më thanë se duhet ishte ndonjë delfin apo diçka e ngjashme. Por unë jam i bindur se ajo që pash ishte vërtet një siren. Është një nga ato kujtimet që unë e dua fort. E kështu, profesori se mban momentat që ka shkruar. Po, a nuk ju duket e çuditshme juve? Çfarë? Që nuk mban mend asnjë not, as titullin madje.